do të përballet me Gjeneta Fetahun? Eglita Kohabit me përgjigjen, Eglitako dhe Gjeneta Fetahu janë pjesë e programit e diell, por moderojnë rubrika të ndryshme brenda tij. Së fundmi, Egli u pyet nëse do të pranonte të shfaqej ndonjëherë në rubrikën trotuar dhe kjo do të nënkuptonte një përballje me Gjeneta Fetahun. Moderatoren e njohur pyetja e bëri të reflektonte, dhe përgjigjja e saj tregoi se nuk është e gatshme të marrë vendime të menjëhershme për një situatë të tillë. Këtu duhet ta rimendoj, tha Egli. Ky reagim ka ngjallur interes dhe kuriozitet mes fansave të E Diellit, të cilët janë të etur të dinë nëse do të ndodhë një takim televiziv mes dy moderatorëve. Duke e bërë rubrikën trotuar një nga momentet më të pritura të programit në të ardhmen e afërt, Egli dhe Gjeneta cilësohen si rivale të njëra tjetrës për shkak historive që kanë krijuar me gjestin, njëra në BB të Kosovës e tjetra në Shqipëri. Sidoqoftë, tani secili ka vazhduar me angazhimet e tyre jashtë formatit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.